Kanjoni i Matkës nuk është vetëm një vend në hartë. Është një ndjesi. Një frymarrje e thellë larg zhurmës së qytetit, por njëkohësisht aq pranë tij. Për Shkupin, Matka është më shumë se një atraksion turistik. Është një vend ku njerëzit ikin për të gjetur qetësi, për të menduar, për të lidhur sërish me natyrën. Një hapësirë ku guri, uji dhe heshtja flasin më shumë se fjalët. Në këtë dokumentar flasim për historinë, kulturën dhe mbi të gjitha për trashëgiminë natyrore që e bën Matkën të pazëvendësueshme. Me ne ishte Ciceroni Xhemail, një njeri që nuk e njeh Matkën vetëm si vend, por si histori të gjallë. Unë jam Xhemail Ramadani Merzini, ishte provë shtrak në armatën e Republikës Maqedonisë. Tash këtu Matkë jam ndonjëherë kur ka nevoja si udhërofjes dhe Ciceron. Hidrocentrali dhe diga i dhanë këtij kanjoni një rol tjetër. Nga një vend i egër natyror, Matka u bë edhe pjesë e jetës moderne. Uji që dikur rrithte lirshëm, sot prodhon energji. Një përplasje mes natyrës dhe nevojave të njeriut që ende vazhdon të kërkojë balans. Kemi shumë hidroelektron, ose të themi saktësisht kemi 3 hidroelektron. Kjo është hidroelektrona Matka 1, e cila ka filluar të ndërtohet në vitin 1935 dhe kanë kryer në vitin 1938. Penda ose diga është e lartë 29 metra gjys. Thellësia e ujit maksimale është 25 metra. Gjatësia prej digës së parë deri te Matka 2 ose hidroelektrona Stapetka është 7 km gjys. Matka 2 vjen, ajo është ndërtuar në vitin 2014 dhe Kozjaku në vitin 2004. Do me thonë Matka 2 përsëri vazhdon 6 km liqeni dhe Kozjaku është hidroelektrona e tretë, edhe diga është 130 metra lart dhe liqeni, gjatësia e liqenit është afro 35 km. Por thellë, larg betonit dhe zhurmës, Matka ruan sekretet e saj. Rreth 25 shpella janë fshehur në këtë kanjon si kujtime të mbyllura në gur. I kemi afro 25 shpella, po këtu do të i ceki vetëm 3 shpella, që janë këtu. Shpella Vrellon, e cila është një shpellë vertikale, e cila përbëhet nga 3 pjesë. Shpella e sipërme Vrellon, pjesa e terën e shpellës Vrellon dhe hynja në shpellën nën ujore Vrellon. Pastaj kemi shpellën e bukur ose ubava, e kemi shpellën e kryqëzuara ose kristall. Ne hym në shpellën Vrellon, një vend që të bën të ndihesh i vogël përballë kohës. Brenda saj, çdo formë shkëmbore duket si një vepër arti. Statuja natyrore të krijuara pa dorën e njeriut. Në muret e saj pam shkrimet të vjetra në gjuhë të ndryshme, piktura dhe shenja që tregojnë se njerëzit kanë kaluar këtu shumë kohë para nesh, si një mesazh i lënë për brezat që do të vinin më pas. Gjëja më e veçantë që njihet kanjoni i Matkës është shpella Vrellon. Shpella Vrellon është një shpellë në ujore, e cila e ka hynjen nga ana e jashtme e liqenit, edhe hymja është 2 metre lartë dhe 4 metre gjatë. Nga aty, speleozhitësit hynë dhe zhytën në shpellën në ujore Vrellon. Kemi pas shumë skuadra që kanë bën zhytje, por më të njohur janë skuadra e përbashkët e italianit Luigi Cassati dhe belgjian. Këta kanë arrit të zhyten vertikalisht 212 metre dhe horizontalisht kanë eksploruar 425 metre kanale horizontale. Po ky rezultat ose ky rekord është thyer nga një speleozhitës nga Polonia, Krzysztof Tarnawski,
me timin e vetë Armada 2017 dhe me përmbajtje logjistike të spelo klubeve zhytëse këtu Aquatek dhe Vrello. Kjo thellësi 240 metre, kjo shpellë është numër 1 në Kadishullin, Ilirik ose në Ballkan. E treta në Evropë, se në Evropë kemi edhe 2 shpella tjerat janë. Njëra është në formë të bunarit ashtu, një shpellë që gjindet në Republikën Çeke, Kraniç në Propast, afër qytetit Kranice, në 400 metra, dhe një tjetër është në Itali, Saksi Stabil, është 386 metra, mendoj, e kjo në Evropë është numër 3. Matka është jetë, është shtëpi për bimë të ralla, për lule që rriten vetëm këtu, për flutura dhe kafsh që kanë gjetur stre mes shkëmbinjve. Çdo hap që bën këtu është një hap mbi një ekosistem të ndjeshëm i cili kërkon respekt. Këtu kemi lloj shmëri të drujve, të florës, kemi shumë lloj të luleve, të çajave, po e kemi një lule endemike e cila quhet Natalia Ramonda, edhe ajo lule lulëzon në fund të prillit dhe fillim të majit, po pra besoj këtu para një 2 javë, po është kjo kishë qile dhe thash, hajre pas Zotit, ndoshta s'na ndodh në i gjonë, se është normale që ajo të lulëson në muin fund nëndorit aty. Pastaj kemi faunën shumë të zhvilluar këtu, kemi shumë kafsh të egra, sikur që janë ujqër, zvelfra, kemi bënjerë, shikojmë edhe rezbulla, kemi arin, kemi lepuj, kemi shumë lloje të shqiponjave, kemi sokola, uta, po edhe lloj shpesë të ndryshme si bilbila, të cilët na bëjnë një melodi të hatashme në këtë vend të bukur parajsor. Shpella Vrello ka edhe një veçori tjetër. Zëri këtu nuk humbet, ai kthehet më i fortë. Para teknologjisë moderne, këngëtar vinin këtu për të incizuar, sepse natyra bënte atë që teknologjia ende nuk mundej. Jahona e shpellës e bënte zërin të pastër, të vërtetë. Në këtë ambient, patëm nderin të shoqërohemi nga bendi Concordia me Djarë Sejdiun dhe Gresa Irullajn. Che të shoh ty
Muzika e tyre u përzije me gurin dhe ujin, duke e kthyer këtë moment në diçka që nuk harrohet lehtë. Matka mban edhe kujtesën shpirtërore të këtij vendi. Manastiret e vjetra, të fshehura mes shkëmbinjve, tregojnë se njerëzit gjithmonë kanë kërkuar diçka më shumë këtu. Qetësi, besim dhe kuptim. Në këtë vend të bukur prallor, mund të themi që është një vend të cilin vinë shumë vizitojnë edhe për kishat e manastiret që i kemi këtu për rreth. Këtu i kemi kishën e Shën Nikollës atje sipër, i duket edhe si shala e vendi aty. Pastaj këtu e kemi kishën Shën Andrea, e cila është ndërtuar në vitin 1389. Për shtegun këtu përmbi shtëpinë malore të peonit, tash është restoran, Matka. Është shtegu edhe atje shkojmë lart deri te e diella e shejt, ose kalaja e Markut. Pastaj, nëse vazhdojmë edhe pak më poshtë, ku është Matka vjetër, ose stara Matka, do e kemi original që, aty kemi edhe 3 kishat e tjera, kisha e Shën Gjirnjit, Shën Shpëtimit ose Sveti Spas, edhe është Shën Treshësis ose Sveti Tryk. Edhe poshtë atje kemi kishën e Shën Maris ose Sveta Bogorovica. Do me thonë me një vend të vogël i kemi shumë kisha. Por sot, Matka përballet me pyetje të vështira. Si ta ruajmë pa e shkatruar? Si ta zhvillojmë pa ja humbur shpirtin? Mungesa e infrastrukturës, presioni i turizmit dhe kujdesi i pamjaftueshëm janë sfida reale. Matka nuk ka nevojë të bëhet diçka tjetër. Ka nevojë vetëm të ruhet ashtu siç është, sepse kjo nuk është vetëm natyrë. Kjo është trashëgimi, është përgjegjësi, është një histori që na është besuar për ta quar më tej. Kjo është Matka, dhe nëse e dëgjon me vëmendje, ajo ka ende shumë për të treguar.